Surja Mulk i ka 30 ajete. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka preferuar me lezu çdo natë. A din çka bën çdo natë me lezu? Surja Kaf çdo xumë. Nuk ka rastisht me kjo? Nuk ka rastisht kjo. Surja Mulk çdo natë ka thënë pejgamberi me lezu, ka vlerë të madhe. Sot obligim, ka vlerë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një surë në Kur'an i ka 30 ajete, kam ndërmjetësu për lezues në sot derisa ka qenë në xhenet. Surë mastore. Djetarët e kanë analizu surën Mulk. Subhanallah, kjo që përdojnë me babëta. E kanë analizu surën Mulk, kanë gjithë në surën Mulk, janë prafërsisht 14 pyetje. Gjysma e surës është pyetje. Të me thonë, qështë një jetës unë këtë? Pa më thëtë pejgamberi e samë, lezën një surë që i ka do pyetje. Kur me lezu? Natën. Pse natën? Konfirmoj këto pyetje. Përgjigjen to, jep e përgjigjen, birë flaj, edhe e ke kryt ditën tonë ato. E kuptove? Në dush me dhonë përgjigjen to, Allah për të pyt. Kush e kja, qka, Sura Mulk? Ose e kena përnë si Allah me komentuar me këthin këtë jetësim. Këta pytje mashtore, ku t'ja bëna këto pytje? Ti lezën Sura Mulk natën, Allah të i bën 14 pytje, e najve që i batet bëjna me tapëtën. Po ku t'ja ka bëhet të pyetje Allah? Ku t'ja ka bëhet të pyetje? Prandaj pyetjet e Kuranit ku janë? A din çka ka vetë Allah xhallahu ala? A janë pyetjet tona tjetër pyetjet e Kuranit apo pyetjet tona tjera pyetje? S'janë pyetjet e Kuranit. Ç'kjo është? Ta sinjëzim me Kuran. Temat e tij janë temat tona. Pyetjet e tij janë pyetjet tona. Qëllimet e tij janë qëllimet tona. E ne duhet punuar në këtë sinkronizim. Se përndyshe, bëhemi të pashikuar.